Ish futbollisti mirë njohur zviceran Alex Frey analizon ndeshjet kualifikuese të ekipit kombëtar të Zvicrës në podcastin e futbollit Blitz Forza. Kapiteni Granit Xhaka nuk merr asgjë tjetër veç se lëvdata. Nuk ka asnjë lëvdat për sulmuesin yll të Suedis Alexander Isak, asnjë gol në Ligën e Kampioneve ose për vendin e tij. Pastaj e pyesin veten, kur duhet të fillosh të japësh 150 milion, thot Frey. Duhet të përcaktosh se cila është puna e Granit Xhakës, aftësi strategjike, aftësitë e jashtëzakonshme futbollistike dhe një organizator në numrin 6. Ai siguron ekuilibër dhe organizim brenda ekipit kombëtar. Çdo sulm zviceran është i orkestruar nga Xhaka, prandaj ai është një lojtar jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe ka luajtur në këtë formë për atë që duket si 50 ndeshje ndërkombëtare radhazi, thot Frey. Pavarësisht një rekordi pothuajse të përsosur në kualifikuesit e kampionatit botror, gjërat mund të nxehen ende për Zvicrën në një finale të mundshme kundër Kosovës në Prishtinë nga të gjitha vendet, alarmon media zvicerane Blitz. Megjithatë, për Alex Frey, një bilet për kampionatin botror është paraprakisht e siguruar. Kush i hmin ndonjë kërcënim për këtë kualifikim në Kupën e Botës, i vetmi është që Kosova të fitojë në Sloveni dhe Zvicra të humbas ose të barazojë kundër Suedis. Dhe edhe atëherë, një pikë në Prishtinë është e mjaftueshme. Nuk shoh asnjë kërcënim fare dhe nuk e di kush tjetër mund ta zhvendos Zvicrën nga vendi i parë. Për më tepër jam i sigurt se Zvicra nuk do të humbas ndaj Suedis në Gjenevë, tha ndër të tjera ai.